Nuk e gjen në transmetime se pejgamberi e fali sabahun edhe që Aishën për sabah. Nuk di që ka këtë transmetim ato. Po e gjen transmetim sikur se është Muslim për shembull, apo pejgamberi më fali vitrin, pastaj i thashës çu falë vitrin apo. Do shiko ku e kanë ndërtuar ata, domthon ku e kanë ndërtuar ata kufinin tek nafilet, që atje ka qenë bashkëpunimi, që atje ka qenë kujdesi dhe ruajtja, se po depërtua te farzët, atë betejë është shumë e vështirë. Andaj pejgamberi son i ka edukuar që të jenë të kujdesshëm për namaz natës, që familjet i mos jenë nga familjet e hutuara. E cila është me thonë kështu aktiviteti pas agjerimit kryesor në Ramazan? Namazi natës. Kryesor. Andaj kjo lidhet me atë që pejgamberi i ka nxit anëtarët e familjes, të kujdesesh që apo e falin taravin, apo falin namazin e natës. Jo më mjafton mos i falin drekën elhamdulillah, xhuman elhamdulillah. Kjo nuk është tregues i funksionimit të shëndetshëm të familjes.